Zëqiria Qazimi është postieri me cilin do flasim për të kuptuar më shumë në lidhje me këtë profesion që po shkon drejt zhdukjes, ashtu si shumë profesione tjera, të flasim rreth asaj se si duket një ditë të qenit postier. Përshëndetje fillimisht dhe nëse mund të na e përshkruani, thatë që punoni për dekada me radhë këtë profesion, mbi 30 vite, atëherë na thoni si duket një ditë e juaja e zakonshme në punën e postierit. Po, mirëdita përpara të thonë, faleminderit për ftesën. Kisha pas mundësi të vija atje, po s'pata mundësi. Do bëjmë dhe një emision tjetër bashkë. Po, kismet, inshallah. Po, une punoj si postier që 39 vite. Afërsisht 4 dekada, do me thënë? Po, edhe që tash që me të kazu une, me të tregu me punën time, puna jonë që tash me këto postat private shumë jemi në humbje. Pse? Po, pse se krejt privat shkujnë ma tepër kështu dërgesat. Mirë, po kemi pak punë. Je i punësuar në postën e Maqedonisë që i bie se ke një punë e cila është shtetërore, apo jo? Shtetërore, po. Sa jeni, sa postier jeni të punësuar në Tetopet? Po, momentalisht jemi 11. 11 postier, që i bie një numër i madh, apo nuk është edhe aq i vogël sa kemi menduar? Për rrethin e Tetovës është i vogël ajo. Se Tetova përhap shumë a përhap. Për rrethin e Tetovës është i vogël, shumë i vogël. Na mungojnë edhe 2-3 postierë në bazë të numrave banorëve që janë, rrugët që janë të reja që tash, lagjet e reja që janë bo. Ajo është kryesorja se na mungojnë shumë punëtor na mungojnë. Ka disa me kontrata që janë, po ato nuk janë të sigurt. A më thoni, ndodhë që ndonjëherë të rinjt nuk e dinë se çfarë pune bëni ju, për shembull fëmijët që ndoshta se kanë dëgjuar fjalën postier, sepse kohëve të fundit gjithnjë më shumë në përdorim është fjala kargo. Shqitjo, momentalisht me të vërtet neve nuk na njohin si postier. Se ne faktikisht shkojmë me tesha civile shkojmë. Ne që 20 vjet nuk kemi uniforma. Uniformat postës nuk kemi. Par vjetë kemi marrë uniforma, vjetë faktikisht, kemi marrë uniforma veç të dimnit, a për verës nuk kemi uniforma, nuk kemi. Edhe për ato këto 3 që tash nuk e dinë se çka është postieri. A ndodhën dhe një fëmijë që të pyet çfarë pune bën për shembull? Po, ka pas. Si as sqaroni? Me një herë reagon, thot, ju nuk jeni postier, thot, ku e keni uniformën, ato e kërpa dikun di uniformën, ose jashtë, ose dikun tjetër, se postieri ka uniformën e vete. Po. E kjo është mangësira ma e madhe, që tash... Në fakt, ne mbajmë mend më shumë nga një vjeshe fëmiris, prej dere në derë, postieri shpejton, letra, telegrame, pa ndërprer dërgon. Pa ndërprer i dhe. Po që tash edhe vjeshe nuk e din këto të rritë momentalisht në, si që më duket mu. Po prandaj ndoshta shkon... Nuk është e në shkolla ma vjeshe e postierit. Është e vërtet që nuk është, sepse ne kur mësonim fjalën po atëherë, postieri, kemi mësuar dhe vjeshën dhe më pëlqen po ashtu vargjet e fundit. Lulja prej drejtares, Agjoa ka letër, ka moj qupe vogël, por se një herë tjetër. Do me thënë edhe ju e dinit vjeshën. Si shjo, moti prej... është një punë që do t'ua sugjeroni të tjerëve ta bëjnë, është punë e bukur të themi, punë e mirë? Qitja, puna është punë. Ku të shkojsh o puna punë, po mirë po mvaret njeriu prej njeriu, si reagojsh, si të reagojnë ato, ama nuk ko une me të vërtet s'kom pas probleme diqka, se puna është e rëndë, me një kjep, me shumë punë kemi, me shumë njerës kemi, ne shumë punë kemi, po mvaret që ta është të personi, edhe ti si postier si gjindesh ndaj ati, nëse gjindesh mirë, kalujsh mirë, nëse gjindesh arogant, atëherë faktikisht me të vërtet ajo nuk është vepër e mirë. Mrenda ditës ju takoni shumë njerëz. Edhe unë si s'kom pas probleme me askëndi asë një herë. Sa kilometra ndodh që të bëni mrenda ditës ju? Edhe si bëni ato? Me çfarë? Me vetur, në kamp? Dë një herë në kamp, dë një herë me velispit, si thonë. Kur o koha e keqe, edhe ata mëre me shkujmë në kamp, shkujmë. Amo deri 18-20 i bëjë unë në ditë. Kilometra? Po, kilometra. Me kalu krejt rejonin që e kam, pen fillim deri në fund, 20 i bëjë. Mund të edhe ta kaloj.
me këto treja që ta shjenë bosh, shpia treja, lagje treja, jenë zgjanu rrugët pak e ashtu është. Ju do me thënë e njihni mirë qytetin i bie. Qytetin cep në cep, si thot Albin Kurti. Çfarë keni vërejtur në ndërkohë, do me thënë, me këto ndryshimet që janë bërë, si të duket, mirë, keq? Ndryshimet të njesë që në bëhë kur gjo. Të njesë në pohës s'ka ndryshime që të të kalzojt drejt, më të të rejë, që 40 vjetë, unë që 39 vjetë, njëherë sala joan që i rrim që i punoj është li me gëlqere, ose me ngjy. Që 20 vite vetëm njëherë është ly. Njëherë. Po si ka mundësi? Po si ka mundësi se di edhe une. Ato i di, ma shumë drejtoria i di. Ato tavolinat, ato kariket, ato krejt jonë që 30 vjetë, faktikisht. Të pandryshuara. Të pandryshuara, hiç, s'ka kur gjo. Tetova, unë foli për postën e Tetovës, që tash postat tjera si di, bati që janë që janë. Çfarë ka diçka që të veçantë ky profesioni yt, me thënë, çka ka diçka të bukur që ty të ka mbajt për 40 vite lidhur për këtë profesioni? Që kjo, përpara ka pas shumë, edhe posjeri ka një vlefshëm shumë, a që tash kohën e fundit nuk o i vlefshëm qa. Pse nuk është? Për poplin nuk është, po nuk i qësh më letrat mira. I qësh letra pi notarit, pi përmbarusit, pi gjigjit. Kaj këto janë ato. Negativitet lejket, për shembull. Ju thoni që tash kohëve të fundit u dërgoni lajmet të këqija njerëzve. Më herët ka qenë më ndryshe? Ma shumë të këqija se sa të mira. A më herët çfarë u dërgonit, për shembull? A mbani mend ndonjë letër që ka pas ndonjë mbishkrim interesant, për shembull? Ku? Letra krejt për jashtë që i kënë artë, dhe i kemi dërgu. Prej Gjermanie, prej Zvicre, i mba mjent unë garancionet për para, shkuishin popli me garancionet në Zvicrë. E prishin garancionin t'i vinje. E kërkuishin letrën ndoar t'ja apëm dikuj. Unë e ma shumë edhe në përfshatra këm punu. E unë le jarusha gjerë, deri se sa të atakuj njeri unë t'ja apë drejt ndoar personit. Atëherë kish në vlerë të madhe kish në një. A kupton? Se keni që lajmet mira i bje, apo jo? Sigurisht, lajmet mira, se i ka po që i kemi që garancionet një atjere në përshpia, Zvicra që i vaqonte, a e ka kafshatën e bukës e ka atje. Edhe shumica kënë bet, në Zvicrë kënë bet, me që ato garancionet që i kemi dërgu neje. A ke ndonjë histori tënde personale me ndonjë familje që ndoshta nuk e nje, po që ka qenë një histori e bukur që dëshiron të ndash me ne? Shqitjo, momentalisht, unë ke shumë historia kom, po s'di cëllën ta përshkruj mas miri, se unë kum kalu shumë mirë në për të rejonet e mija. Ka kam qenë, për shemë? Për shemë ndonjë, nuk e di, ndoshta që janë gëzu shumë njerëzit, ose nuk e di. Me që e nisëm me që the se kanë ndryshu kohra dhe tani dërgoni më shumë letra të këqia. Jo, që tash po, që tash këtë kohën e fundit po, më shumë letra të këqia se sa të mira. Për mirë, po une e kom si tradit, u thonë njerëzive, ej, këshu ju në punët. A da marrësh apo dhe të quet diqka ma e kjeqe me kjetë. Ato njerëzit mirë kuptua që janë, i marrën letrat. Edhe shkujnë sosin punë, ato e kryjnë punën e vete. Nuk e plet për shemull ti shkuje policia, ti shkuje se djera. A kupton? Ndërsa nga historisht me lajmet mira? Po me lajmet mira që ta shkuan e fundit nuk ka lajmet mira, ma, se nuk kemi letra. Letra dashnije, letra më tha e tashi që ka pas për para, që tash nuk ka. A ka pas edhe letra dashnije që janë dërguar me post? Po, kemi pas që jo, plot. Vërte? Nga vinin këto letra, ku shkoni? Pi Gjermanie vishin letrat, ose gruja ja qënë burit, ose buri gruës. E nja ishtë në detirum, se shkrujta ati për para, se mbash, që apësh drejt për drejti. Jo në përmjet kojshis, ose vllaznis, ose më tha e tashi. Kemi pas aso gjoja për para. A që tash nuk ka ma ashtë une. Tash une. Që tash kohën e fundit, veç këto që janë ma përmbarusit, gjigjit, komunikacionit, të rrethit të Tetovës, për shemull, policia të Tetovës që i bën dënimet, ketë në përmjet neve i qojnë. Edhe këto
dënimet që janë shpesh kupi, prej Gosnivari, prej... Edhe ato vinë në përmjet njema. Gjithit të tovës ato nuk i qëjmë, se ato ka kurirat e vetë, për shumë. Aha. Kitë do nja i qëjmë që tash. Letër gëzushme momentalisht nuk ka, mo. Tash lajmet e mira mo me telefona? Ja, mo, s'ka mo lajmet mira. Me mirë po këta i kemi pas, shumë punë kemi pas, po ne i kënë marë shumica që tash. Do kargot paketa kemi pas shumë me të kalumen. Mendoni se kjo profesion tani, unë e thash jeni pak dhe që i bie relativisht pak 11 për Tetovën si qytet, me gjitha të banorë. Mendoni që shumë shpejt nuk do ketë, ose mos të mas pak, por mendoni që është një nga profesionet e rrezikuara? Me digitalizimin, me gjitha? Unë e mendoj se po. Unë e mendoj në koha në fundit po. A bërë punësime të reja, për shembull? Kur është bërë punësimi fundit? Punësimi fundit që në bërë që një 2 vjetë ka kontrata të reja që kanë me kontrata që janë ato. Me vendime s'ka momentalisht. Do me thënë, ne do të harojmë o postjerin, definitivisht. Nuk do në trokas më në përdyer. Shqitja, po më varet edhe ajo më varet. Ka mundësi edhe ajo, si gjë të shku, në të sistemat të shku. Ose mund në bashkojnë me të një firmë tjetër që ka shumë punë, ose ajo firma mund vijet e na, ta vazhdoj ajë, bashkë me punëtarët toa. Se ne, për shembull i dim, krejtë rrugët, krejtë shumicën e njerëzive i dim, i njofim, që për tash kemi pas probleme me këto mbeturinave të toa. Se ato krejtë, ma shumë se gjysme letrave u kënarë, pa adrese. Neva kemi regullu ma shumë adreset. Po. Kemi të venu. Dëshiroj të përmend edhe një element tjetër që ishë interesant. Ju thatë që dërgesat i keni bërë në shumicën e rasteve me biciklet. Sigurisht ka ndikuar dhe kushtet atmosferike, me që keni puna në jashtë, në teren gjithkohës. Sa ka ndikuar kushtet atmosferike, bora, shiu? Ndikon dimnit veçanarisht. Dimnit, kur ka borë, se shkojmë këtë kam shkojmë. Edhe kur bje shi, edhe atëherë shkojnë në kam, e morëm një qadër edhe hecim kadale, i qëllojmë ato veç ato ma kryesoret, për shembull. Se ka raste që se një qysh krejt për një dit, nëse o koha e kjeqe. Ato ma kryesoret, me do e mos duhet t'i qojmë. Po, ndërsa ju ishit i fshatit Shqipkovic, nëse nuk gaboj. Pi fshatit Shqipkovic, po. Ndërsa punën e ke pas në qytet, që i bie se është dash të uthosh gjithë kohës, gjithë këto vite. Gjithë këto vite, prej orës 6, mëngjes, unë ja filloj punës, deri ora 1. Deri në orën 1. Deri ora 1, si orar, Tashmë ju duhet jeni afër pensionit, nëse nuk e kam gabim. Po, edhe një 2 vjetë kismet si të mbrejim. Të vjen keq që do duhet ndahesh nga ky profesion? Po, vëllaj, më vjen keq shumë. Cilat janë ato momentet e bukura të kësaj pune? Dëshiroj t'i di ato momentet e bukura. Unë të thash, më varet krejt të punëtari. Krejt më varet të sjellja ime faktikisht. Jo të përgjithsi i postjerët. Përgjithsi i postjeri. Postjeri si më jesë i dashur me poplin, popli se duhen ma hiq ata. Dhe me thënë ju jeni i dashur me të gjithë ato që kam punë me postjerë. Une, jo se të lavdrohem diçka, po qep 39 vjet i bëj që tash, në vjesht, pa asë një dit pushim mjekësor nuk kam. Asë një dit pushim mjekësor nuk kam, jo se të lavdroj vete. Dëshironi të thoni që puna e postjerit është e shëndetshme. Si që është shëndetshme, asë njëheri smuc kam tjenë. Së është dash të ecë një gjithë kohës edhe këshu keni qenë lëvizje. Ti bëjsh të 20 km në dit, ajo është fiskultura e shëndetit me e mirë. është e vërtet. Edhe 20 km i bëj prej fshatit, a më nise me vetur i bëj ato, prej fshatit. O më ka pas raste që i kom shkua dhe në kam prej fshatit. Shumë mirë. Po, pas ka shumë element që ju kanë bajtë të shëndetshëm. Ka pas raste, për shembull, në vitet e 80-a, 90-a, atjere s'ka pas rrugë shumë, se kam pas rrugë të borën, si që e pastrujnë që tash, komuna ose të kodra djelit, bitë gjithë mjetre borë, edhe të hajtë në shkëm kam me një kolegë time, me një bashkëqatarë.
aja bo për ramet isa, atje i më mirë. A kemi shku në kam, pa ka pat një, jo postier, po ka punu si te lulishtet ka punu, a i para me e shkon të po është kam. Me doj mos, si dush të mbash punën, do gjojsh qare. Aha. A në qofë se për shembull dikush një i ri ta zëm që dëshiron ta punoj këtë profesion dhe të kërkon një arsye vetëm se pse duhet ta bëj, çfarë do i kishe thënë ti atij personit? Unë do i kisha thënë të jetë punë, të punoje me sinceritet, të punoje punën se që duhet, nuk ka problem. Tani nuk kërkojmë ta dim rrogën, por më thuaj, ja vlen bara që ran ta bësh këtë punë? Po që tash, kur s'kije nuk dalje tjetër, ja vlen, pse jo. Aha, e kuptuam përgjigjen. Do me thënë, mund të mbjetosh me këtë profesion këtu në Jo, mund të mbjetosh për ushqim, për mujore, a për të vendosh manësh ma, s'ka manësh ma. Edhe për një diçka më vjen çudi, sepse do me thënë 40 vite keni lëvizur gjatë gjithë kohës Shipkovic-Tetov, ju ka shkuar ndërmend ndonjëherë të barteni në qytet, fjetonin në qytet? Jo, sëm ka shku mendja, asnjëherë. Asnjëherë? Jo, vallaj, se këtu jam shumë mirë në fshat. Çka të pëlqen fshat, në jetën fshat? Krejt fshatin pëlqen. Natyra, ajri, qetësia, kjo është ma kryesore. Ne ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë, faleminderit edhe njerë, edhe për e përshkruat shumë bukur, do me thënë, puna e postierit ka ndryshuar për këto vite shumë, dhe e thatë shumë bukur, më bukur se ju nuk e thot askush tjetër, që tani mua bartni vetëm lajmet të këqija, lajmet e mira, barten me metoda tjera tashme, apo jo? Po, fjalë s'ka. Ashtu jam kohënat që tash. Që do të bëhat më të qej, se dim edhe ne. Ju falenderit edhe juve, kalofshi mirë. Falenderit shumë, përshëndesim të gjithë shikuesit që i kemi në malsinë e Sharit dhe sidomos ato që po na përcjellin për momentin e Shipkovic. Të fala. Faleminderit edhe ju të bonit fala krejtve atje. Faleminderit.